Edhe këtë sezon veror me sa duket ujrat e zeza do të derdhen ende në det. Panoram të qartë të kësaj situate ta jep sot shëtitoria lungomare në projektin më të frekuentuar të Vlorës përgjatë sezonit veror, ku me mira pushues vendaze të huaj bëjnë plazh, derdhen sot kanalet kryesore të ujrave të zeza në qytet. Kjo situatë nuk është vetëm në një pjesë të shëtitores, por prej fillimit të saj deri në përfundim. Duke marrë në konsiderat projektin në afërsi të Muzeut Pavarësia, deri tek rapi në ujin e ftohtë, disa kanale të ujrave të zeza derdhen në det. Ky bregdet, edhe sipas hartës së plazheve, përfshihet në vijën e Kuqe, çka do të thotë që në këtë territor janë plazhet më të ndotura në rang vendi. Kjo për shkak të sasisë së konsiderueshme të ujrave të zeza që derdhen çdo ditë në det, të cilat shkaktojnë në bregdetin e Lungomares ndotje të normave të lejuara, duke i bërë ata të konsiderohen si plazhe ku nuk duhet të lejohet pushimi për shkak të ndotjes së madhe. Kjo situatë faktikisht ka e tillë ndër vite, teksa megjithëse është premtuar thuajse çdo vit në nisje zyrtare të sezonit veror, asnjëherë nuk është zgjidhur. Me 10 projekte janë deklaruar se do të zbatoheshin aty për ta ndryshuar këtë realitet, por projekte të tilla me sa duket kanë mbetur në letër. Edhe një vit më parë u deklarua gjithashtu publikisht se do të nisë rehabilitimi i kanaleve të ujrave të zeza që derdhen në det, por më pas situata mbeti po njësoj. Sezoni i kaluar veror nisi dhe përfundoi në të njëjtin realitet, ku me shumë gjasa edhe kjo verë do të përfundoj po njësoj. Në teren, vetëm kanali i ujrave të zeza në afërsi të ish Akademisë së Marinës është mbuluar, që t'i shpëtoi sadopak shikimit të publikut, por edhe aty me anën e tubacioneve, ujrat e zeza derdhen në det duke shkaktuar tepër ndotje, ndërsa kanalet e tjera në bregdet vazhdojnë të hapura, duke të ofruar një imazh as pak dinjitos për pushuesit vendas dhe ata të huaj. Kanalet e ujrave të zeza që derdhen në det janë një prej faktorëve dëmtues edhe të biznesit lokal, të angazhuar kryesisht në turizëm, për shkak se shumë pushues dhe turist, për shkak të ndotjes, nuk zgjedhin që pushimet t'i kalojnë në Vlorë apo në bregdetin e Lungomares, duke dëmtuar çdo vit edhe më tepër biznesin lokal.